Tensionet në shtëpinë e Big Brother Kosova arrin kulmin kur një debat jashtëpërshpërthen mes Fjollës dhe Labinotit, duke e kthyer një bisedë të zakonshme në një përplasje të zjarrt që trondit atmosferën e shtëpisë. Fjalët nuk kursejnë dhe tonet ngrihen shpejt, duke treguar se nervat janë në limit dhe durimi ka marrë fund. Gjithçka nis në dukje pa shumë zhurmë, por Fjolla e prerë dhe e drejt për drejt i drejtohet Labinotit me një fjali që ndez menjëherë situatën: mos u mundo me mëqit keq, se nuk i ke shanset me mëqit. Fjalët e saj bien rënd, të shoqëruara me një shikim sfidues që tregon se ajo nuk ka ndërmend të tërhiqet. Fjolla duket e bindur se po sulmohet dhe nuk pranon të vendoset në pozicion të dobët. As përballë kamerave, as përballë banorëve të tjerë, Labinoti, i befasuar nga ashpërsia e reagimit, përpiqet fillimisht ta ulë situatën. Me një ton më të kontrolluar, por jo pa ironi, ai i përgjigjet: "Avash se më beshtyve." Kjo fjali, në vend që të qetësoj debatin, hedh edhe më shumë benzinë në zjarr. Fjolla e sheh këtë si nënçmim dhe përpjekje për ta minimizuar qëndrimin e saj, ndërsa Labinoti pretendon se thjesht po kërkon respekt dhe kufi në komunikim. Debati intensifikohet. Zërat ngrihen, gjestet bëhen më të forta dhe banorët e tjerë ndalen për të parë nga afër përplasjen. Disa përpiqen të ndërhyjnë, të tjerë zgjedhin të heshtin, duke e ditur se ky është një nga ato momente ku çdo fjalë e gabuar mund ta përkeqësojë situatën. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë dhe tensioni ndihet në çdo cep. Fjolla shfaqet e vendosur, e bindur se po mbron veten dhe imazhin e saj. Ajo flet me pasion, duke treguar se nuk pranon lojra të fshehta apo tentativa për ta diskredituar. Nga ana tjetër, Labinoti mundohet të ruajë një farë qetësie, por reagimet e tij tregojnë se edhe ai ndihet i provokuar dhe i keqkuptuar. Ky debat i zjarrt nuk është thjesht një përplasje fjalësh, është pasqyrë e presionit të madh që mbart loja e Big Brother Kosova. Javë izolimi, strategji.